Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vuani nga pagjumësia, ja ushqimi sekret që u vendos në gjumë për 30 sekonda. Më shumë se 1/3 amerikanëve nuk flenë mjaftueshëm. Kjo sipas Centers of Disease Controlën preventiv. Nëse jeni një prej tyre, me siguri jeni duke luftuar me pagjumësinë. Ideja e të ngrënit para gjumit nuk është edhe aq e pranueshme, sidomos pirja e një kafeje, alkoolit ose zakonet të mbijetesës së telefonatave ose pajisjeve elektronike para fytyre teksa përpiqeni të flini. Shumë njerëz pinë 1 ose 2 gota verë në mbrëmje, por në fakt kjo mund të jetë e dëmshme për cilësinë e gjumit, citon eksperti për The Mirror. Ka disa opsione shumë më të arsyeshme që mund t'i shtoni në dietën tuaj për të bërë një gjumë më të qetë edhe më të plotë. Në krye të kësaj liste janë arrat, bajamet dhe fistikët, për shkak të niveleve të larta të zinkut dhe magnezit. Këto element ndihmojnë në ndikimin në problemet me gjumin. Ato nuk janë alergjike dhe mund të zgjidhni kivin, qershit, peshkun me vaj si sardelet dhe tonin. Për juve që nuk ju pëlqen ideja e të ngrënit para gjumit, mund të pini çaj kamomili ose të merrni suplemente të magnezit, që gjithashtu ndihmojnë në qetësimin e mendjes suaj, gjithashtu edhe në sjelljen e një gjumi më të mirë. Stresi konsiderohet shkaku numër 1 i pagjumësisë sipas Cleveland Clinic. Personat që vuajnë nga pagjumësia kanë në vështirësi për të fjetur, zgjohen shpesh, zgjohen shumë herë dhe gjithashtu ata janë më të lodhur. Qumshti ngrohtë është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj të gjumit. Qumshti ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban triptofani, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjenja të lumturisë dhe mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet në shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore pasi mund të nxjisë gjumin edhe te ata që vuajnë nga pagjumësia kronike. Një tjetër produkt natyral shumë i rëndësishëm për ju është edhe çaji mentes. Çaji mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të forta antiinflamatore. Menteja gjithashtu zvogëlon intensitetin e tyre duke lejuar trupin të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një mundësi e shkëlqyer për t'u marrë parasysh. Edhe lëngu i qershive është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për ju. Lëngu i qershive si qumshti përmban triptofan, prandaj ai mund të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë, duke siguruar më shumë orë pushimi gjatë natës. Qumshti i arrës së kokosit gjithashtu duhet të përfshihet me patjetër si pjesë e dietës suaj. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez, kalium, 2 minerale që janë të aftë të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë gjithashtu një gjumë më të mirë. Përveç kësaj, ai zvogëlon presionin e gjakut, entjen në veshka, falsasive të mëdha të elektroliteve natyrore, ndihmon trupin të ekuilibrohet dhe madje të relaksohet. Edhe bananet mund të kthejnë aleatin tuaj më të mirë të shëndetit. Bananet përmbajnë triptofan, përveç 2 mineraleve kryesore për relaksimin e muskujve, kalium dhe magnez. Ky frut ka efekte qetësuese që funksionon në mënyrë integrale dhe zvogëlon stresin fizik. Gjithashtu sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve e mbush stomakun dhe çon në një ndjenjë të ngopjes, gjë që rrit gjithashtu edhe dëshirën për të fjetur. Çaji i jeshil. I pasur me antioksidant, çaji i jeshil është një mundësi shumë e mirë, sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin, ai me dekafeinë është alternativa më e mirë. Ky çaj ju relakson dhe largon stresin duke ju ndihmuar të flini shumë edhe më qetë gjatë natës. Qumshti i bajameve. Bajamet kanë gjithçka që trupit i duhet për të marrë një gjumë të thellë. I pasur me magnez, qumshti i bajameve ka prova të jetë shumë efektiv kur bëhet fjala për nxitjen e gjumit. Si qumshti i lopës, qumshti i bajames ka triptofan dhe falë kësaj trupi mund të prodhojë melatonin. Ky hormon është thelbësor për rregullimin e orareve të gjumit dhe gjithashtu është një arsye pse njerëzit me pagjumësi kronike priren të marrin këtë përbërje. Në rastet se vuani gjithashtu edhe nga problemet të theksuara të gjumit, atëherë dietën tuaj duhet ta pasuroni me sa më shumë produkte natyrale. Një nga produktet më të mira ushqyese që me do e mos duhet të jetë pjesë e recetave tuaja të gjumit, gjithashtu është edhe përfshirja e çajit të kamomilit.
Çaji i kamomilit është një nga çajrat më të rëndësishëm pjesë e dietave tuaja. Duke ditur rëndësinë ushqyese çaji ka, do të kthehet në një aleat të fortë për organizmin në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e problemeve të pagjumësisë. Një gotë me çaj kamomili çdo ditë, sidomos në mbrëmje, mund të jetë një alternativë shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj dhe mund të sjellë gjithashtu rezultate të shkëlqyera edhe në balancimin e shqetësimeve tuaja të gjumit. Peshku. Prova tregojnë se sa më shumë peshk të yndyrshëm të hani, aq më mirë do të flini. Peshku me vaj përmban yndyra të mira të tilla si omega 3, të cilat kanë treguar se do të përmirësojnë gjumin. Qershit. Provat sugjerojnë se qershit përmbajnë gjithashtu element që përmirësojnë gjumin të rriturit dhe të moshuarit, ndoshta për shkak të aftësive të tyre për të rritur nivelin e melatoninës. Përveç kësaj, ato përmbajnë magnez, i cili mund të përmirësojë gjumin. Qumshti i ngrohtë. Ulëntimet e kryera në vitin 1970 treguan se qumshti i ngrohtë është një opsion shumë i mirë ushqyes për dietën tuaj, i cili mund të sjellë rezultate paraprake shumë të mira në shëndetin e gjumit. Salmoni. Konsumi i salmonit i pasur me omega 3 dhe vitaminën D është i lidhur me një gjumë më të thellë dhe një zgjim më të rrallë gjatë natës. Për të arritur një gjumë të qetë, rekomandohet të konsumoni këto ushqime 1 deri në 4 orë para se të shkoni në shtrat. Një tjetër frut shumë i mirë për dietën tuaj për të konsumuar është dhe kivi. I pasur me fitokimikate dhe serotonin, kivi ndihmon në përmirësimin e cilësisë së gjumit, falë përmbajtjes së lartë të antioksidantëve. Gjalpi i bajameve. Bajamet dhe arrat janë të pasur me magnez dhe triptofan, duke kontribuar në një gjumë më të qetë. Gjithashtu, edhe spinaqi është i pasur me magnez, ndihmon në relaksimin e nervave dhe të muskujve, duke nxitur një gjumë më të mirë dhe ndihmon trupin të pasurojë veten gjithashtu me melatonin për të rritur cilësinë e gjumit tuaj, citojnë ekspertët. Një nga peshqit më të mirë, të cilët do të ndikojnë drejtpërsë në cilësinë e gjumit, është edhe salmoni. Peshku yndyror, veçanërisht salmoni, është i pasur me acide yndyrore omega 3 dhe vitaminë D, një kombinim i dobishëm për trajtimin e pagjumësisë, pasi ndihmon në prodhimin e serotoninës, e cila është provuar se nxit edhe gjumin e mirë. Bajamet dhe arrat duhet të jenë pjesë të pandara të dietave tuaja. Bajamet janë të pasur me melatonin, gjithashtu janë të pasur me magnez dhe kalcium, minerale që relaksojnë muskujt. Arrat kanë në veti të ngjashme dhe përmbajnë triptofan, një aminoacid që shkakton gjumin. Gjithashtu arrat janë të pasur me acide yndyrore që rrisin edhe më shumë nivelin e serotoninës. Çajrat bimor janë gjithashtu një mundësi shumë e mirë për ju. Çaji i kamomilit përmban doza të larta të flavonoleve dhe apigeninave. Nga njëra anë, flavonolet zvogëlojnë inflamacionin që shkaktojnë gjumin dhe nga ana tjetër apigenina është një antioksidant që promovon përgjumjen dhe zvogëlon aftësinë e pagjumësisë. Lule pasioni njihet gjithashtu për efektet që ka në pagjumësi, në ankth dhe në dhimbje. Kivi. Një studim tregoi se kivi ndihmon të flini më mirë dhe të bini në gjumë më shpejt. Besohet se niveli i lartë i serotoninës në kivi është arsye kryesore pse janë kaq të dobishme për pagjumësinë. Orizi i bardhë. Për shkak të niveleve të larta të glikemisë, orizi promovon gjumin cilësor. Një studim tregoi se të vegjëlit nën 2 vjeç bëjnë në një gjumë më të mirë pasi kanë konsumuar produkte me indeks të lartë glicemik gjatë vaktit të mbrëmjes. Qershit dhe lëngu i tyre. Qershit janë të pasura me fibra, antioksidant, vitamina dhe minerale. Pali këtyre vetive, ato luftojnë pagjumësinë, ulin inflamacionin dhe rrisin nivelin e melatoninës. Bollguri. Tërshëra përmban edhe triptofan. Gjithashtu është i pasur me vitaminën B3, bollguri ndihmon në prodhimin e serotoninës. Kjo vitaminë është e njohur në mbrojtjen e mrekullueshme kundër kolesterolit dhe gjithashtu është një antioksidant i shkëlqyer. Pasurimi i dietës suaj me këto produkte do të luajë një rol pozitiv në cilësinë e gjumit, dhe nëse prireni të vuani më shpesh prej tij, drejtohuni tek mjeku. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.